higjiena për shembull tek bebet e vogla, te latantët, te fëmijët e qumshtit, patjetër që bebelina, ndrimi, higjiena, ndrimi i shpeshtë i bebelinave, pse jo ndonjëherë siç bënim dikur vendosja e napave në rast se do kemi këto elementet e skuqjes, shplarjet me ujë, nuk do sugjerosha shumë medikamente apo gjëra të ndryshme për shplar përveç se kamomilit që ndihmon, por do kemi ndonjëherë kujdes edhe për cilësinë e ujit me të cilin lajmi duart nëse i kemi të pastruara, patjetër që dikush që dëgjon tani do thotë, po unë e çoj edhe në çerdhe, e çoj edhe në kopësht. Okej, gjithë pjesë e jetës është ajo, riskut, pastaj secili do veprojmë sipas secili do bëj pjesën e vet, kështu që shpresojmë që të kemi fat dhe të ecim mirë. Kurse në pjesën në moshat më të sipër, patjetër që higjiena ngelet kryesorja, po pse jo, ajo një ushqyerje e mirë do të ishte shumë më e rëndësishme, cilësore, imuniteti që ka vetë fëmia dhe sidomos po ashtu kontaktet me ambientet të ndryshme.